Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se ende nuk është shpërnda asnjë ndihmë në Gaza, pavarësisht se Izraeli lejoi kalimin e një ndihme të kufizuar humanitare pas bllokadës që vazhdon prej javësh, transmeton Anadolu. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujaric në konferencën për media tha se 4 kamion me ushqim për fëmijë hynë në Gaza të hënën dhe disa kamion që transportonin furnizime bazë si miell, ilaçe dhe produkte ushqimore hynë në Gaza të martën, por që nuk është mundur të kryet transportin në depot e OKB-s dhe shpërndarja e këtyre ndihmave. Sot, një nga ekipet tona priti me orë të tëra për të mbledhur materialet në pikën kufitare Kerem Shalom. Megjithatë, këto materiale nuk mundën të dorëzoheshin në depot tona, tha Dujaric. Pasi kamionet që hynë në Gaza u shkarkuan dhe u ringarkuan, personelit të OKB-s i duhej të merrte leje nga ushtria izraelite për t'i marrë kamionet të mbrapsht, theksoi Dujaric. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se civilet në Gaza, ku po ndodh katastrofa më e rëndë humanitare e kohërave moderne, po e përjetojnë ferin. Sipas tij, është e nevojshme të kundërshtohet ekspansionizmi pa kufi i Izraelit dhe të mbështetet integriteti territorial i Palestinës, si dhe i Libanit dhe Sirisë. Civilet në Gaza, ku po ndodh katastrofa më e rëndë humanitare e kohërave moderne, po përjeton ferin, shtoi presidenti turk. Sekretari mjedisit të ushqimit dhe çështjeve rurale i Mbretërisë së Bashkuare Steve Reed tha se qeveria e Britanisë do të bëjë çdo gjë të nevojshme për të ndalur sulmet e Izraelit në Gaza dhe për të lejuar hyrjen e ndihmës humanitare. Duke komentuar thirrjen e fortë të Britanisë që Izraeli të ndalojë sulmin ndaj Gazës dhe të lejojë hyrjen e ndihmave, Reed tha: "Ne të gjithë kemi parë se çfarë po ndodh në Gaza. Situata tani është e patolerueshme. Qeveria e kryeministit Izraelit Benjamin Netanyahu po i përkeson gjërat, nuk po i përmirëson." Sekretari britanik Reed deklaroi se ata duan një pushim të menjëhershëm. Sulmet që Izraeli ka rinisur duhet të ndalen, më pas duhet të lirohen pengjet e mbajtur nga Hamasi, tha ai. Pasi theksoi rëndësinë e hyrjes pa pengesa të ndihmës humanitare në Gaza dhe rindërtimin e Gazës brenda kornizës së një programi ndërkombëtar, Reed vuri në dukje se vetëm mënyrë për paqe afatgjate është përmes një zgjidhjeje me 2 shtete. Kreu i Vatikanit Papa Leoni i 14 tha se situata në rripin e Gazës po bëhet gjithnjë e më shqetësuese dhe e dhimbshme, ndërsa bëri thirrje për hyrjen e ndihmës humanitare. Edhe një herë përsëris se thirrjen time të përzemërte për t'u dhënë fund amnisive dhe që ndihma humanitare të lejohet të hyjë me dinjitet në mënyrë që këtij çmimi të dhimbshëm që paguajnë fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët t'i jepet fund, tha ai. Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 53.573, ndërsa numri të plagosurve në 121.688.